Sot Belinda Balluku paraqit në SPAK me arrogancën e një pushtetare që ndihet ende e fuqishme, ndonse tërësisht e korruptuar. Belinda Balluku sot do duhet të ishte arrestuar, ose minimalisht mos ishte më ministre dhe zëvendës kryeministre. Prezumimi i pafajësisë vlen për qytetarët e thjeshtë, por nuk mund të jetë alibi për pushtetarët. Pushtetarët kur janë të akuzuar nga institucione si SPAK-u kanë prezumimin e fajësisë. Mirë po Belinda Balluku nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen. E aq më pak ka ndërmend ta shkarkojë Edi Rama, shefi i saj atë, sepse Belinda Balluku nuk ka vjedhur vetëm, nuk ka vjedhur vetëm për vete. Ka vjedhur në bashkëpunim me Edi Ramën. Të gjitha koncesionet që janë dhënë, të rrugëve, tuneleve, janë bërë me dijenin e Edi Ramës, prandaj përgjegjësia shkon lart. Në një shoqëri me një minimum shtetit të drejtës dhe me një minimum demokracie, Belinda Balluku sot do duhet të ishte e shkarkuar dhe në qelinë e paraburgimit. Dhe Edi Rama do duhet të mbante të gjitha përgjegjësitë politike që i takojnë kryeministit të vendit. Ka qytetarë shqiptarë që vuajnë në paraburgim edhe për vjedhjet vogla, edhe kur vjedhin pa kushqim për të mbushur barkun, edhe kur vjedhin autobus. Ndërkohë që ministra, njerëz kaq pushtetshëm dhe korruptuar si Belinda Balluku vazhdojnë të jenë të lira, vazhdojnë të jenë ministre, vazhdojnë të jenë zëvendës kryeministre dhe shefi i saj i duket sikur është i gjithë pushtetshëm dhe rehat në kolltukun e kryeministrit, një kolltuku të kalbur nga allizhverishet, nga korrupsioni dhe nga kapja e shtetit.